E që këtë e kanë vërtetuar edhe dëshmitarit se që janë Ramadan Bacaj, është fajtor, sepse në periudhën kohore nga viti 1998-99, gjatë kohës të luftës në Kosovë, në fshatin Pranoc, komune Malishevës, duke vepruar në bashkëkryrje me persona të tjerë, gjatë një konflikti me karakter jo ndërkombëtar, të zhvilluar në mes të pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe forcave policore dhe ushtarake të RSF-s dhe të Serbisë, ka shkel rregullat e së drejtës ndërkombëtare, përkatësisht nenën 3 të përbashkët për 4 konventat e Gjenevës të vitit 1949 dhe ka kryer arrestime dhe privime të kundërlishme nga liria, keqtrajtime fizike dhe psikike, dëbime masive, plashkitje dhe shkatërrime të pasurisë, së lujshme dhe të palujshme të popullsisë civile, të komunitetit shqiptar, të cilët nuk ishin të përfshirë në luftë, në mënyrë dhe rrethanat e përshkruara si në vijim, arrestimet dhe keqtrajtimet. Nga data 3 shtator të vitit 98 deri me datën 5 shtator të njëjtit vit, në fshatin Pranoc, komuna Malishevës, me dashje, i armatosur, i uniformuar, në bashkëkryrje me persona tjerë të forca policore dhe ushtarake sërbe, me qëllim frikësimi, dëbimi, masiv dhe spastrimi etnik të popullsisë shqiptare, arrestuar, ndaluar, torturuar, maltretuar fizikisht dhe psikikisht rreth 500 qytetarë civil, të cilët nuk ishin të përfshirë në konflikt. Me këtë i akuzurin e bashkëkryrje, ka kryer veprën penale krime lufte kundër popullsisë civile, ndaj në bazë të dispozitave ligjore, të akuzurin e gjykon. Me dënim burgu në kohë zgjate prej 12 vite e 6 muaj.